Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet e përzemërta i dërgojmë shëmbulltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bën prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën kthyrja e shpinës, argumenteve dhe provave të Allahut të lartësuar. Pra, t'ja u kthejmë shpinën, mos t'ja u varim veshin, mos t'ja u japim hakun argumenteve, fakteve dhe provave të Allahut të lartësuar. Vëllezër të dashur, nga porosit e Allahut të lartësuar, në ajetin 57 të surës 18, Allahu na porosit kështu. Të dëgjojmë. Thot: "Waman adhlam", s'ka më zullum, s'ka më zullumqar, subhanallah, s'ka më i padrejt, kush? Mimmen dhukkira bi ajati rabbih, se ai i cili kujtohet, i shpjegohen, i nxiren faktet, provat, argumentet e Allahut të lartësuar. E çfarë bën ai? Fa a'rada anha, dhe ai zgjedh që t'i kundërshtoj, t'ja u kthej shpinën argumenteve dhe fakteve të Allahut të lartësuar. Pra Allahu ja ka mundësuar që t'i paraqiten, i kupton, i ka, i sheh të gjitha, dhe zgjedh që ai t'u kthej shpinën këtyre argumenteve, këtyre fakteve dhe provave. Wa nasiya ma qaddamat yada, dhe haron madje edhe veprat të cilat ai vet i bën me duart e tija, të cilat ai vet i bën me duart e tija. Pra nuk i dëgjon, ja u kthen shpinën dhe fare nuk mban llogari për veprat të cilat ai vet është autor i tyre, qofshin ato fjalë apo vepra të gjymtyrëve. Pra, ajeti kuranor na bën të qartë, bukur mirë, se padrejtësia, zullumi më i madh me dëshmi të Allahut që mundet me e bë besimtari, qenë ka kthyrja e shpinës argumenteve të Allahut të lartësuar. Mosmarrja në konsiderat e fakteve të Allahut të lartësuar. Madje largimi nga këto prova, këshilla të Allahut të lartësuar. Kjo vepër, o vëllezër të dashur, padyshim që mu dhe ty na sjell pasoja marramendse. Mu dhe ty na sjell dëme marramendse edhe në dunja edhe në ahiret. Ndërsa ne bashkë tash do të shohim inshallah taala disa dëme, disa të këqija, disa pasoja të cilat neve na sjell
Kthyrja e shpinës argumenteve të Allahut të lartësuar. Kthyrja e shpinës argumenteve të Allahut të lartësuar. Si sprov, si pasoj numër 1, që unë dhe ty e kemi nëse u akthejm shpinën mësimeve dhe fakteve të Allahut në Kur'an, si pasoj të parë e kemi vendosjen e perdeve në mes zemrës sonë dhe të kuptuarit të realitetit. Vëllezër, ju lutem çkët pik ta mbajmë, ju lutem. Nëse unë u akthej qëta shpinën argumenteve të Allahut, nuk i marrë në konsiderat mësimet e Zotit, faktet e atija, çfarë pasojë pas kam, dhe për mendimin tim, kjo është e jashtëzakonisht pasojë e rëndë që i paguajmë unë dhe ti shtrenjtë. Pra qenka krijimi i një perdeje, subhanallah, krijimi i një perdeje mes neve dhe të drejtës. Pra na pengon të kuptuarit e të saktës. E keni pasot se sa njerëz kanë problem, e shef të keqen edhe nuk reagon, nuk i intereson fare, i duket si jo edhe qaqe e rënd. Bile të tjerë dalin dhe mbrojnë, njëri u shilirë, le bën e çfarë do të more. A nuk e shihni se keq është e kjo? Ka pasoja, është i lirë çfarë do të aj. Pra, kthyrja e shpinës, argumenteve dhe fakteve të Allahut, na krijon mu dhe ty, perde dhe unë dhe ty, për arsye, pse ja kthejmë shpinën argumenteve të Zotit, mësimeve të Zotit, unë dhe ti pastaj do na bëhet e turbullt edhe haku dhe e drejta. E turbullt, nuk do ta kuptojmë. Madje jo vetëm që nuk do ta kuptojmë, po as edhe nuk do të mundemi të udhëzohemi edhe ma vonë. Subhanallah, çfarë thua hoxha? Po nuk do të mundemi, se unë dhe ti sa ma shumë shpinën mësimeve të Zotit, sa ma larg mësimeve të Zotit, sa ma larg, ajo pergja bëhet më e madhe, edhe neve nesër edhe nuk na mteket bile as për rrugën e Zotit. Ne as nuk do të mund të udhëzohemi. E gjitha kjo, pse unë dhe ti nuk i kemi në konsiderat sa duhet argumentet dhe faktet e Allahut. Çfarë thot Allah për këtë pasojë të kthyrjes shpinës argumenteve të Zotit? Çfarë thot? Inna ja'alna ala kulubihim akinna. Allah thot. Inna ja'alna ala kulubihim akinna. Ne do të bëjmë zemrave të tyre një perde, e yefqahuhu, subhanallah, çfarë perde? En yefqahuhu, ta kuptojnë të saktën, ta kuptojnë të drejtën, ta dallojnë të drejtën dhe të saktën dhe ta veprojnë atë. Do që bëhet atyre perde në zemrat e tyre për ta kuptuar të saktën. Wa fi adhanihim waqra, la ilaha illallah. Jo vetëm në zemër perde, po penges për të dëgjuar, dëgjim mësimi edhe në veshët e tyre, la ilaha illallah. Edhe në veshët tona, aparati veshit do të punoj, s'është problem, di dëgjoj zërat, po nuk do të dëgjoj këshillën, do të humbet komunikimi mes veshit fizik dhe veshit të zemrës. Do të humbim. Nëse ne u kthejmë shpinën fakteve të Allahut të lartësuar. Wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada.
Pastaj edhe kur do t'i thirrish në huda, do t'i thirrish në udhëzim, çfarë do të ndodh? Felen jehtedu idhen ebeda, asnjëherë nuk do të udhëzohen. Pse? Sa në vazhdimsi e rrit perden mes ti dhe mes zemrës dhe realitetit, edhe më të fortë e bën pengesën mes veshëve të tij edhe veshëve të zemrës. Si pasojë e dytë, o vëllezër të dashur, që mund të veçojmë nga kthyrja e shpinës argumenteve të Allahut të lartësuar, është edhe dënimi i Allahut xhelleshanuhu me drejtësi ndaj atyre që ja kthejnë provave, fakteve të Allahut xhelleshanuhu shpinën. Pra ata, gjasat janë të mëdhaja të dënohen, edhe dënohen me drejtësinë e Allahut të lartësuar. Sepse nga kthimi i shpinës argumenteve të Allahut, ne do të vazhdojmë të bëjmë vepra të liga, vepra të këqija, që madje do të duhet Allahut na dënoj, për ndryshe sherri jon nuk do të ndalet. Argument për këtë se kthyrja e shpinës fakteve të Zotit, mësimeve të Allahut, ajeteve të tija, provave të tija, është mundësi e dënimit ton. Kemi ajetin kuranor ku Allahu xhelleshanu thot: Inna ja'alna ala qulubihim akinna an yafqahu fi adhanihim waqra. Fama lahum an at-tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira. Thot, dhe ne do të ju bëjmë zemrat e tyre, si që thom, me një perde e cila do t'i pengoj ata ta kuptojnë edhe të udhëzohen. Edhe veshët pengesa të dëgjojnë dëgjim, kuptimi dhe mësimi. Dhe si pasojë kësaj nuk do të udhëzohen. Dhe kur nuk do të udhëzohen, do të vazhdojnë me vepra të këqija, e çfarë do të vi pastaj? Do të vi edhe dënimi i Allahut me drejtësinë e tij. Kthyesi i shpinës së mësimeve të Allahut të lartësuar. Thëm ka shumë pasoja. E treta, i ngjan gomarit, si kurse e cilëson vetë Allahu i lartësuar. Unë do lexoj ajetin kuranor dhe do ta analizojmë bashkë. Çfarë thot Allahu? Fema lehum anit tadhkirati mu'ridin. Fema lehum. Shifni besë çfarë na thot Allahu. Shif si na drejtohet. Allahu bet drejtohet. A që t'jep të hasht, pish, familje, shëndet, kretë me mirësinë e tij kënaqesh? Çajt thot mu dhe ti, shifni çfarë në thot. Fema lehum anit tadhkirati mu'ridin. O çka mbre njerëzit që ja u kthejnë shpinën për kujtimeve të Zotit? Zoti na thot, Zoti më thot edhe mu dhe ti. O njerëz, me fjalë tjera, ç'keni more që ja u ktheni shpinën mësimeve të Zotit? Ç'është puna me ju, çfarë ju mungon? Çfarë ju shtyn, çfarë ju nxit? Çfarë keni që ju ja ktheni shpinën, na thot, mësimeve, fakteve të Allahut të lartësuar? Ka'annahum humurun mustanfira. Dhe i ngjani gomarëve të egër, të cilët ikin dhe largohen me vrap. Ikni dhe largoheni nga mësimet e Zotit. Ikni dhe ja u ktheni shpinën fakteve, ajeteve kuranore, që ju fton Zoti në praktikimin e tyre. Dhe ikni nga to si ata gomerët që ikin me ikjen maksimale, me forcën maksimale të tyre.
Ferret min kaswara, sikur se të ikin nga grabitqarët, sikur se ik gomari i egër nga luani kur aj i vërsulet ta kap dhe ta haj. Ashtu edhe ju, që bë, pse kështu? Çfarë ju mungon? Çfarë ju mungon? Që ikni dhe ja ktheni shpinën mësimeve të Allahut të lartësuar. Si pasoj e 4 të vëllezër të dashur, nga kthimi i shpinës mësimeve të Allahut të lartësuar, është edhe ajo se nëse ne ja kthejmë shpinën argumenteve të Zotit, fakteve të Allahut, ne e rrezikojmë edhe sa'iqa. Çfarë rrezikojmë? Rrezikojmë edhe sa'iqa. Çfarë është sa'iqa? Është goditje ndëshkuese, shkatëruese nga qielli. Edhe këtë rrezikojmë. Nuk e them se unë kam qejf ose duhet të jetë kështu. Pa shifni për secilën fjalë që e them ju bie më spakti një argument kuranor që ne të bindemi, edhe të marrim mësim, edhe të dalim që këtu, edhe të kujtojmë argumentet e Allahut dhe të bëjmë pjesë praktike të jetës tonë. Shihni çfarë thotë Zoti në Kur'an. Fa in a'radu fakul anzartukum sa'iqa. Fa in a'radu, in shartije i thuhet. Kjo in që nënkupton kushtëzim. Që nënkupton kushtëzim. Çfarë thot? Fa in a'radu. Nëse ata, pra për ne, ja u kthejnë shpinën argumenteve dhe fakteve të Allahut të lartësuar. Çfarë pason? Endhertukum sa'iqa. Unë ja u tërheq vërejtjen që mund t'ju godas sa'iqa. Çfarë ishte sa'iqa edhe njëherë? Goditje ndëshkuese nga qielli. Qoftë britm, qoftë rufe, apo goditje tjetër. E ata që ja u kthejnë shpinën argumenteve të Allahut, e rrezikojnë që këtë sa'iqa. E rrezikojnë. Allah thot, e rrezikojnë. Mithle sa'iqati Adin wa Thamud. Fakt. Rrezikoni njëjtë si ishte dënimi ndëshkues nga qielli për popullin e Adit edhe Themudit. Pra e shifni se ka jemi të shku atëherë kur ne ja u kthejmë shpinën provave dhe fakteve të Allahut të lartësuar. Po ashtu nga pasojat që mundemi t'i kemi, që rrezikojmë t'i kemi, nga të këqijat, e kthimit shpinës, mos interesimit, mos marrjes në konsiderat mësimeve të Allahut të lartësuar, është edhe ajo se ne do të jetojmë jetë të ngushtë. Edhe pse kemi krejt, madje shumë luksuze, po prap do të ndjejmë ngushtim në zemrën tonë. Do t'i kemi gjoksat e ngushtë. Po ashtu, rrezikojmë edhe verbëri. Rrezikojmë edhe verbëri. Mirë o gjo, argument për këtë, po, ajeti kuranor. Çfarë thot Allahu në Kur'an? Wa man a'rada an dhikri, subhanallah. Tekst i qartë, që nuk pranon më shumë se një interpretim. I qartë, çdo njeri që e lexon e ka të qartë. S'ka nevojë për shkencë dhe dije që të ndihmon për ta gjetë dhe për ta interpretuar me argumente qartë. Shifni. Wa man a'rada an dhikri. Kush ja kthen shpinën dhikrit tim? Kush o dhikr? Kur'ani. Kush ja kthen shpinën Kur'anit? Kush ja kthen shpinën Kur'anit? Duke ja u kthim shpinën argumenteve të Zotit në Kur'an.
duke mos i marrë në konsiderat ashtu si që kërkohet, çfarë do të kemi pasoja? Çfarë pasoja do të kenë ata vëllezër dhe motra që nuk i marrin në konsiderat argumentet dhe faktet e Allahut në dhikr nga Kur'ani? Çfarë thot? Fa inna lahu ma'ishatan danka, la ilaha illallah. Ai do të ketë një jetë të ngushtë. Një jetë me depresion, me sprova, me probleme, me ngushtësi, me halle edhe derte, edhe pse dunjaja është shumë e gjerë, ati do t'i ngushtohet. Si pasojë e çkahit kjo o vëllezër? Si pasojë e kthimit shpinës argumenteve të Allahut. Jo vetëm kaq, çfarë thot? Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Dhe do ta ringjallim atë në botën tjetër të verbër. Si rrezik i gjashtë që mund ta radhisim si pasojë gjashtë që mund të na godet nga kthimi i shpinës argumenteve dhe fakteve, mësimeve të Allahut të lartësuar, është edhe rreziku i dënimit të ashpër nga Allahu i lartësuar. Edhe kjo pra vërtetohet me ajet kuranor ku thot: "Wa man yu'rid an dhikri rabbih yaslukhu adhaban sa'ada." Dhe kush ja kthen shpinën, shif an dhikri, pra kush ja kthen shpinën Kur'anit, argumenteve, mësimeve, provave të Kur'anit, vërtet të ketë një dënim të ashpër dhe të dhëmshëm. Si pasojë e shtatë o vëllezër të dashur, për ata vëllezër dhe motra që ja kthejnë shpinën urdhrave, që ja kthejnë shpinën mësimeve, fakteve të Allahut në Kur'an, është edhe ajo se Allahu do t'ju caktoj atyre për mik të ngushtë, do t'ju caktoj atyre për shok shejtanin. Subhanallah. Të tillët shok cilën do ta kenë shejtanin. Çfarë thot Allah në Kur'an? Wa man ya'shu an dhikri rrahman. Kush ik nga përkujtimi i mëshirbërësit, ja kthejnë shpinën, nuk i merr në konsiderat. Nuk ka yudlehu shejtana, ne do t'i caktojmë atij një shejtan, fa huwa lahu qarin, ai do ta ketë shok, mik të afërt shejtanin. Këto ishin o vëllezër disa nga pasojat që ne mund t'i kemi dhe t'na godasin atëherë kur ne ja u kthejmë shpinën fakteve, ja u kthejmë shpinën argumenteve të Allahut të lartësuar. Kthimi i shpinës argumenteve të Allahut të lartësuar është në disa kategori. Nuk është vetëm një kategori, po është disa kategori. Si kategori e parë që i kthehet shpina argumenteve të Allahut të lartësuar, është kthimi i shpinës total argumenteve të Allahut duke mos i besuar ato. Dhe kjo është mos besim ma. Ose nëse unë dhe ti fare nuk na intereson, çfarë thot Zoti? Fare nuk na intereson, të veprojmë hiç. Dhe më thonë, ekzistimi i mësimeve të Allahut me vepër për mu nuk ekziston. Dhe kjo është kthimi më i rëndë i argumenteve të Allahut të lartësuar, duke i mohuar ata, qoftë me gjuhë apo qoftë me vepra. Dhe elhamdulillah, tjerët janë pjesë e saj dhe ne nuk jemi. Kategoria e dytë e kthimit të shpinës argumenteve të Allahut xheleshanu është edhe ajo duke mos dëgjuar ligjerata, duke mos dëgjuar mësime dhe këshilla të Zotit. Nga arsye të ndryshme. Dikush mund thote, s'ngjojun këshilla, ka për këtyre, ka fatkeqësisht. Thot nuk ngjoj, thot se mrapa dëdi, kur dëdi nuk jam rahat dhe duhet edhe ta bëj. Subhanallah. E kështu më mirë nuk e di hiç edhe
Se di, dhe arsjetohen para Allahut, se di, nuk ka interesu, qa që kam pas mundësi, gajle dënjaje. A është e mirë kjo? Jo. Kjo është bile më e rëndë se ta dish edhe mos ta praktikosh. Ma mirë mësohe, ta dish, edhe nëse nuk e praktikon, ma shpejt mund të të arsjetoj Allahu se sa mos të kesh pas interes hiq. Kjo vlezër është kategoria e dytë e kthimit shpinës argumenteve të Allahut të lartësuar. Kategoria e tretë e kthimit të shpinës argumenteve të Allahut xheleshanuhu është edhe ajo formë nëse dikush mendon se s'ka nevojë për mësimet e Allahut. Ka dhe prej atyre. Thot, unë s'kom nevojë, unë jam i ditur, unë i di sendet, s'kom nevojë të mësoni mua s'kush, çfarë më duhet mësimet e hoxhës, çfarë më duhet mësimet e atij, unë i di krejt, unë i bëj. Edhe kjo është kategoria e tretë e kthimit shpinës fakteve dhe argumenteve të Allahut. Diçka e tillë vëllezër është e ndaluar. Është e ndaluar. Sepse Allahu na mëson që ne të përkujtojmë. Thotë, dhikr fe inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Përkujtoj besimtarët se ai ju bën dobi. Përkujtoj se ju bën dobi. Pra edhe pse e din, nëse e dëgjon, mund të përfitosh padyshim nga ai përkujtim. Kështu ishin të parët ton, ata edhe kur i dishin sendet, shkonin tek shokët e tyre, uleshin në hallka të dijes edhe mësonin. Edhe pse i dishin se përsëritja është përforcim. Ndërsa kategoria e katërt e kthimit të shpinës së Allahut, argumenteve të Allahut të lartësuar, është edhe nga mosdia e rëndësisë së nxënjes së dijes. Dikush nuk ja din rëndësinë dijes së fesë. Mendon se nuk është edhe aq e rëndësishme. Përkundrazi, dija e fesë është nga çështjet më të rëndësishme. Imam Ahmedi thot, dija e fesë është e nevojshme për shpirtin edhe më shumë se sa është i nevojshëm haja dhe pija për trupin. Pse se dija e fesë është ushqyesi më i madh i shpirtit ton. Pejgamberi alayhis salam thot, shembulli i atij që s'din me atë që din, apo shembulli i atij që veç bën ibadet me atë që din, është si shembulli i hënës karshi yjeve tjera. Lusë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tija të larta, na bëj neve ja Allah, bëri fëmijët tonë o Zot, bëri mbar besimtarët musliman nga ata të cilët nuk ja u kthejnë shpinën argumenteve të Allahut, dhe na bëj pra nga ata të cilët i kanë në konsiderat faktet, provat, mësimet e Allahut dhe i bëjnë pjesë praktike të jetës së tyre. Amin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.